Modelja e njohur e OnlyFans, Bia Khalifa, e cila ndodhet aktualisht brenda shtëpisë Big Brother VIP Kosova 4, ka bërë sërish buj me një deklaratë që ka tronditur si publikun, ashtu edhe banorët. Bia, e cila njihet për natyrën e saj provokuese dhe për deklaratat që shpesh ndezin debat, këtë herë ka zgjedhur të shkojë edhe më tej, duke përmendur një prej figurave më të rëndësishme politike në Shqipëri. Ajo nuk është e re në vëmendjen mediatike, shpesh ka tërhequr syte me stilin e saj të veshjes dhe me mënyrën kontroverse të shprehurit. Megjithatë, deklarata e fundit ka surprizuar të gjithë. Modelja pretendoi se ka pasur njohje personale dhe biseda të drejtpërdrejta me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Ky pohim i papritur shkaktoi një reagim të menjëndershëm mes banorëve, të cilët e dëgjuan me kuriozitet dhe dyshim. Gjatë një bisede të zakonshme në shtëpi, Bia u shpreh me një siguri të madhe. Kam shumë informata që kam marrë nga Edi Rama, kam pasur me të shumë biseda intelektuale. Deklarata e saj u bë menjëherë temë diskutimi, duke ngritur pyetje mbi motivet dhe vërtetësinë e asaj që po pretendonte. Ai që madje vendosi të tregonte edhe më shumë detaje, duke përmendur gjëra që pretendon se ja ka thënë vetë kreu i qeverisë shqiptare. Më tha që qyteti i tij i preferuar është Vlora dhe se po rregullon rruga e Rrugica. Këto fjalë shtuan edhe më shumë mister dhe debat, pasi tingëllonin si informacione shumë specifike për t'u shpikur, por gjithashtu tepër të çuditshme për t'u ndarë në një reality show. Deklarata e guximshme e Bia Khalifës ka shpërthyer menjëherë në rrjetet sociale, ku përdoruesit po diskutojnë gjerësisht mbi vërtetësime asaj që ajo pretendon. Ndërkohë, brenda shtëpisë së BBVK, kjo histori u kthye në një prej temave kryesore të ditës, duke ngritur dyshime, batuta dhe teori të shumta. Për momentin, reagimi zyrtar mungon, por debati mbetet i ndezur dhe ndjekësit po presin me kureshtje zhvillimet e radhës.